Kongresi i Berlinit si njofti të drejtat kombit shqiptar. Kjo rrëfen se Shqipnia s'ka pas kur mbrojtës, si kanë pas kombet e tjera të Ballkanit, shkruante Turhan Pasha në një ekspozet të kërkesave shqiptare pas Kongresit të Berlinit, i cili përfundoi punimet më 13 korrik 1878. Në kundërpërgjigje, shqiptarë të degëve të lidhjes së Prizrenit në Ulqin dhe në Shkodër organizuan qendresën dhe më 19 gusht 1880 nisën luftën për mbrojtjen e Ulqinit, që sipas vendimeve të Kongresit të Berlinit i kalonte Malit të Zi. Rreth 2000 vullnetar shqiptar të qytetit dhe të rrethit të Ulqinit rrëmbyen armët. Nën presionin e fuqive të mëdha, Porta e Lartë dërgoi Riza Pashën me trupa ushtarake për të siguruar dorëzimin e Ulqinit. Në shtator 1880, forcat e lidhjes i rezistuan demonstratës navale të flotës së 6 fuqive të mëdha dhe morën nën kontroll Ulqinin. Në këto kushte, në këmbim të mbrojtjes së Ulqinit, konsuj britanik dhe austro-hungarez u premtuan udhëheqësve të lidhjes të drejta autonomiste. Një pjesë tjetër e Parisë së lidhjes thiri kuvendin e Dibrës, të udhëhequr nga Abdyl Frashëri. Mospajtimet mes delegatëve u shfrytzuan nga Porta e Lartë për të shtypur qendresën dhe për t'i hapur rrugë dorëzimit të Ulqinit.